الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمة ذلادريمة إتاكوين vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavat dhe selamat I adrugojmë Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqert besnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e radhës tek cikli I ligjëratave emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall. Jemi në ligjëratën e 13 të këtij cikël dhe me përfundimin e ditës së 13 të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Jemi me një emër tjetër të bukur të Allahut Azza wa Jall, I cili emërtohet dhe është As-Samad, që do thotë në gjuhën shqipe strehimtari. Pra nga emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall është edhe emri As-Samad, strehimtari, ai të mëshira të cilët gjen strehim, besimtari I përulur para madhërisë së Allahut Azza wa Jall, ai të cilët I përgjërohet gjithçka në amshim. Allahu Azza wa Jall është absoluti dhe zotëria me të gjitha cilësitë e përsosura në shkallën më të lartë për të cilën kanë nevojë të gjitha krijesat. Emri As-Samad është përmendur vetëm një herë në Kur'anin famlar, konkretisht të nderuar agjërues dhe agjëruese tek sureja e mirënjohur për ju, sureja Ikhlas, ku Allahu Azza wa Jall tha: "Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad." Thuaj, ai është Allahu Azza wa Jall, një dhe I vetëm. Allahu është strehimtari, absoluti, tek I cili I përgjërohet, të cilët I përgjërohet gjithçka. Pejgamberi alayhis salatu wasalam e dëgjoi një ditë një njeri duke bërë dua dhe duke u lutur. Ai tha: "Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." فقال: "لقد سألت الله باسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب." O Zoti im, unë të los ty me dëshminë time se ti je Allahu Azza wa Jall, el-ahad, as-samad. Nuk ka të adhuruar me të tjetër posa teje, ti je një të cilët I përgjërohet gjithçka në amshim. Ti je ai që nuk lind, as nuk është I lindur dhe askush nuk është I barabartë me të. Pejgamberi alayhis salam I tha: "Vërtet e ke lutur Allahun me emrin, të cilin emër nëse lutet dikush me të I përgjigjet Allahu dhe nëse I kërkohet diçka I jep Allahu Azza wa Jall." Kuptimi gjuhësor I emrit të Allahut as-Samad rrjedh nga folja Samadehu, që do thot I është drejtuar, do thot Samadan ilej, I është drejtuar atij. Ndërsa as-Samad quhet gjithashtu në aspektin gjuhësor dikush që ka respekt të madh, pa miratimin e të cilët nuk bëhet asnjë veprim. Apo as-Samad në aspektin gjuhësor ka thonë është ai I cili drejtohen të tjerët për nevojat e tyre tek ai, apo ai që nuk ka zbratësi fare. Ndërsa kuptimi I emrit të Allahut as-Samad se I përket latmadhërisë së Allahut Azza wa Jall, Imam Taberiu kur e ka komentuar fjalën e Zotit xhallahu ala, Allahu Samad në surën Ikhlas, Allahu është as-Samad strehimtari, ka thonë komentatorët e Kur'anit kanë dhënë kuptime ndryshme të fjalës as-Samad. Dhe ka thonë që as-Samad është ai që nuk ka brendësi fare dhe nuk ha e nuk pe. Ndërsa disa prej tyre kanë thonë është ai I cili nuk ha ushqim as nuk pije. Gjithashtu kanë thonë as-Samad është nga ai I cili nuk del asgjë, nuk ka lindur askënd dhe nuk është I lindur subhanahu wa ta'ala. E disa prej tyre kanë thonë as-Samad është për qëllim edhe al-Baqi I përhershmi, që nuk vdes subhanahu wa ta'ala. Andaj janë disa nga kuptime që I kanë dhënë ulemaja emrit të Allahut Azza wa Jall, as-Samad. Normalisht besimtari kur e mëson këtë emër të bukur të Allahut Azza wa Jall, agjëruesi dhe agjëruesja, ai e din që
tek Allahu drejtohen lutjet. Sa është as-Samad, kemi nevojë për Zotin. Tek Allahu paraqiten nevojat e agjëruesve, kërkesat e robëve, tek ai gjejnë strehim të gjithë. Ne jemi të varfër, Allahu është i pasur. Allahu nuk ka nevojë për neve, për adhurimin tonë. Ne jemi ata që kemi nevojë për Allahun azza wa jall. Në arsye Allahu tha: "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." O ju njerëz, jeni të varfër kërshi Allahut azza wa jall. Allahu është i pasur edhe është vetë i falendëruar subhanahu wa ta'ala. Allahu është as-Samad nga sa ati përket përkryrja të qendrit zotëri, kryepar, në ndëshmëri, bujari dhe në çdo cilësi tjetër. Besimtari agjërues dhe besimtari agjëruese, kur e kupton se Zoti i tij është Samad, nuk i drejtohet ai më pas askujt tjetër në asnjë rast. Dhe sa që ka nevojë muslimani, agjëruesi dhe agjëruesja, me ju plotësu një kërkesë, një dëshirë, një ndihmë, i drejtohet Allahut azza wa jall. Çish është drejtu pejgamberi sa dhe çish ka kërkuar i dërguar Allahu që na të kërkojmë dhe të mbështetemi vetëm te Zoti xhallahu ala. Ka thënë Imam Ahmedi apo transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij se pejgamberi sa thoshte: "Idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah." Kur të lutesh, lutë Allahun. Kërkoj Allahut dhe kur të kërkosh ndihmë, kërkon nga Allahu. Kur kërkosh mbështetje, mbështetet tek Allahu azza wa jall. Dhe kuptimi i drejtë i këtij emri të bukur të Allahut azza wa jall, muslimanët i ashton dashurinë ndaj Zotit xhallahu ala. Ai jeton për Allahun dhe jeton me Allahun azza wa jall. Nga se jeta pa Allahut, Allahu nuk ka shije, edhe nuk ka kuptim. Kur besimtari e kupton emrin e bukur të Allahut as-Samad, ai nga ai moment vetëm atij mbështetet. Tek ai i strehohet dhe tek ai i drejtohen kërkesat e tij. Kur e kupton muslimani se emri i Allahut është as-Samad, ai asnjëherë nuk ngopet duke e lutur Allahun azza wa jall. Asnjëherë nuk ndalon dhe nuk ngopet duke e përmend Allahun azza wa jall dhe duke i bërë dhikr Zotit xhallahu ala. Për të arsye, Allahu azza wa jall pra është as-Samad, nga se ai nuk vdes kurr. Ai nuk trashëgohet subhanahu wa ta'ala dhe askush nuk ka kush e trashëgon Allahun azza wa jall. Gjithashtu Allahu azza wa jall është as-Samad, strehimtari, nga se tek ai strehohen të gjitha krijesat. Allahu azza wa jall është mbi 7 kaçej me lart me adhrinë e tij xhallahu ala. Dhe me diturinë e tij është gjithkund. Për të arsye të gjitha krijesat kanë nevojë për Allahun azza wa jall dhe të gjithat kanë nevojë që të strehohen tek Zoti xhallahu ala, nga se pa Allahun azza wa jall nuk kanë mundësi me jetu krijesat e Zotit xhallahu ala. Andaj ti si besimtar, ti si musliman, agjërues dhe agjëruese, duhesh të mundohesh që ta madhësh Allahun azza wa jall dhe mjafton të kujtosh se Allahu është as-Samad. Kur në shumicën e rekateve tua që i fal, qoftë në taravih, ndonjëherë vet, qoftë edhe namazet sunete, e lexon surën El-Ikhlas, e cila është sura e tauhidit, e të lirësisë, sura e njësimit të Allahut azza wa jall, dhe preferohet leximi i kësaj sure në sunet e akshamit, në vitër, në sunet e tawafit. Preferohet të lexohet në mëngjes 10 herë dhe preferohet të lexohet kur bën njeriu në xhumë, për ta vërtetuar dhe për ta mbush zemrën e tij me iman dhe besim në Allahun azza wa jall. Transmeton Imam Buhariu në Sahihin e tij nga Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, i cili thotë se pejgamberi alayhi salatu wasallam i tha shokëve të tij: "E ya'jizu ahadukum an yaqra thuluth al-Qur'an fi layla?" Apo pritoni ta lexoni 1/3 e Kur'anit, pra në një natë, dhe fashaqqa dhalika alayhim, kjo i duk pak sa e rënd shokëve pejgamberit sa, i thanë: "Ja Rasulullah, ayuna yutiqu dhalik?" Kush për neve ka mundësi, po pejgamberi Allahut me lexuar 1/8 e Kur'anit vetëm natën. Atë tha pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Allahu al-wahid as-samad, thuluthul Qur'an." Allahu është një, ai është trehimtari, është 1/3 e Kur'anit. E ka pas për qëllim pejgamberi alayhi salam, pra me surën El-Ikhlas, ka dashur mi thonë që sura e shkurtur, por që ka vlera të mëdha te Allahu azza wa jall. Andaj Allahu është strehimtari, tek ai strehohet çdo krijesë, pa Allahun nuk ka kuptim jeta, edhe nuk ka shpëtim.
Për atë arsye Allahu Azza wa Jall fa laysa kamithli shay wa huwa as-sami'ul basir. Ma Allahu nuk është ngjashëm asgjë, Allahu është dëgjues dhe shikues subhanahu wa ta'ala. Njerëzit kërkojnë strehime edhe tek njerëzit, e dikush edhe tek xhinët, duke bërë sehr dhe magji. Por strehimi i vërtet është te strehimtari i pathyeshëm, te strehimtari i cili nuk mposhet kusht, kur ajo është Allahu Azza wa Jall. Për atë arsye Allahu Azza wa Jall tha: "Amma yujibu al-mudtarra idha da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard, a ilahu ma Allah, qalilan ma tadhakkarun." Kush është ai i cili ja zgjidh problemet dhe ja largon brengat atyre që i lutën Allahut Azza wa Jall. Wa yaj'alukum khulafa al-ard. Kjo Zoti juaj që ju bën juve më këmbë në tokë, u largon derët hallat dhe u zgjidh problemet. A ilahu ma Allah, a prap do të marrni Zot tjetër vend Allahut Azza wa Jall. Qalilan ma tadhakkarun. Asa pak ju po meditoni dhe po logjikoni. Andaj për Allahun Azza wa Jall nuk ka shpëtim. Pa madhrimin e Zotit xhelalu ala nuk ka kuptim të drejtë për atë fesë Allahut Azza wa Jall. Nga se e tërë bota nuk ka mundësi me dëmtu dikend, ty agjëruese, nëse Allahu nuk do. E tërë bota nuk ka mundësi me të largu ndonjë keqe, e cila të ka goditur, nëse Allahu Azza wa Jall nuk dëshiron, të thot, apo të privon të largohet ajo breng edhe ai dert. Për të arsye, nëse njerëzit mbështeten Allahut Azza wa Jall, atij që është as-Samad, atëherë Allahu do t'i ofrojë gjithçka që kanë nevojë për të qenë të fortë në këtë jetë dhe për të përballuar me sfidat me larg pamësi dhe për të zgjedhur problemet dhe lëmshin e problemeve të grumbulluara në mënyrë të përpikt. Andaj agjëruese, nisë raportin e ri me Allahun Azza wa Jall në Ramazan, nisë një kapitull të ri të raporte me Zotin, pastaj beso fuqishëm se e nesërmja do të jetë më e mirë se sotmja, bile më e mirë se ajo. Për shkak? Për shkak se jetë i mbështetur tek ai i cili strehuat çdo gjë, pra tek ai i cili është as-Samad. Emri Allahut Azza wa Jall as-Samad nuk ka, do thotë, shumë shkronja, por të gjitha këto shkronja tregojnë për madhështinë e tij subhanahu wa ta'ala. Për atë arsye, besimtari është ai i cili kur ka nevojë për fitore thot: "O Allah." Kur ka nevojë për ndihmë thot: "O Allah." Kur ka nevojë që të ruhet thot: "O Allah." Vazhdimisht e thirr Allahun Azza wa Jall. Kur ka nevojë për udhëzim thot: "O Allah." Kur ka nevojë për butësi thot: "O Allah." Jeta është me dallga nga më të ndryshmet. Allahu e ka rrethuar njeriu me nevoja të ndryshme dhe e ka bërë të atill që të ketë nevojë njeriu, agjëruesi dhe agjëruesja, për emrin dhe cilësitë e Allahut Azza wa Jall. Dhe kjo është ajo që nënkupton emrin e Zotit xhelalu ala as-Samad. I nderuari agjërues dhe agjëruese, në çdo rast të jetës tonë ke nevojë të kthehesh Allahut. Edhe nëse nuk e bën këtë me dëshirë kur je në rahati, atëherë nevojat tua do të detyrojnë të kthehesh Allahut në vështirësi. Bile edhe nëse njeriu është për atyre që mohojnë Zotin, kur është në zor, në anije, në aeroplan, i kthehet Allahut Azza wa Jall, nga se pa Allahun nuk ka mundësi, do thot, me pasur turim. Mirë po kushti është që me njoft Allahun kur je në mirëqenie, nëse dëshiroj me njoft kur je mas në zor ti. Erif rabbaka fi ar-raha ya'rifka fi shidda. Ka thonën pejgamberi alayhis salam, njehe Zotin ton kur je në mirëqenie, nëse dëshiron me njoft Allahu Azza wa Jall kur je mas në zor ti. Andaj njehe Zotin kur je në mirëqenie, e pastaj Allahu Azza wa Jall të njeh dhe ta dëgjon zërin kur ki nevojë, do thot mas së shumti. Normalisht Allahu Azza wa Jall është as-Samad, nga se besimtari vjen kanëherë në asnjë raste dhe në asnjë momente që e kupton që vetëm Allahu mund të më largu brengën. E kupton që pa Allahun nuk ka shkerim. E kupton që pa Allahun Azza wa Jall nuk ka shpëtim. Një beduin i shkretilës me emrin e Husein erdhi tek pejgamberi alayhis salam dhe i dërgoi Allahut ju drejtua me fjalët: "Sa zota i adhuron o Husein?" Ai tha 7, 6 në tokë dhe 1 në qiell. Pejgamberi sa e pyeti: "Tek cili zot drejtuash kur je i friksuar?" I tha: "Tek ai i cili është në qiell." Pejgamberi sa më pyeti prapë: "Tek i cili zot kthehesh kur dëshon diçka?" Ai u porgjit tek ai i cili është në qiell. Pastaj pejgamberi tha: "Leni zotat që i adhuron në tokë dhe mjaftohu duke adhuruar vetëm atë i cili është në qiell." Huseini, Allahu qoftë i kënaqur me të, e pranoi Islamin. Këtë ka regjistruar Imam Tirmidhiu
në sunën e tij. Andaj ky njeri u bind vetëm për shkak kuptimit të emrit të Allahut Es-Samad, nga se ai i cili del ballë nevojave qoftë në momentet e frikës apo plotësimit të kërkesave, është i vetmi i denjë që na ti për ulemi dhe ti bim në sejdë atij xhelle wala. Sado qoftë smundja madhe, sado qoftë sprova rond, mbështetju atij që është Es-Samad, tek ai që strehohen pra krijesat te Allahu Azza wa Jall. Andaj muslimani është ai i cili i mbështetet Allahut, i cili është Es-Samad subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu edhe qejt, edhe toka strehohen te Allahu Azza wa Jall. Dielli kur përfundon Abu Dharri e pyeti pejgamberin se ku shkon, ai tha shkon i bën sejdë Allahut Azza wa Jall. Para se me lind i merr leja Allahut Azza wa Jall që të lind. Andaj të gjitha krijesat pa Allahu janë zero. Të gjitha krijesat kanë nevojë të strehohen te Allahu Azza wa Jall. Para mendoni ka melajke të nderuar agjëruese që nga krijimi i kësaj bote i bin sejdë Allahut Azza wa Jall, edhe i bin ruku, nuk e çojnë kokën nga sejdja dhe rukuja deri në momentin kur bëhet kiameti, edhe lajmërohen se i ka fry Israfili surit, edhe me çu kokën nga sejdja, edhe nga rukuja, edhe kur e çojnë kokën thojnë ma abadnaka haqqa ibadatik, nuk të kemi madhru atë sa e meriton o Zoti i gjithësisë. Andaj na kur e dim që kjo është Zoti jon, atëherë si ka mundësi njeriu me haru Allahun Azza wa Jall, me haru që do thot nuk ka strehim të vërtet, posta ai që është strehimtari real, i pathyeshëm, i plot fuqishëm, që nuk ka forcë mbi të, ai është Allahu Azza wa Jall me emrin e tij As-Samad. Thot Sheikhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah për njerëzit që ju thyet zemra dhe pastaj e kaplojnë ankthet dhe nevojat, ai thot ndonjëherë ndodh që njeriu të goditet me ndonjë të keqe. Ai lutet me qëllim që Allahu t'i largojë atë keqe. Ajo i largohet. Nëse ai ngrihet me lutje dhe për ulje të cilën e shpreh në këtë lutje, edhe pse lutja është një nga adhurimet e shumta, qëllimi i tij i vetëm është fillim ishte të largojë atë të keqe përmes frymëzimit, ndihmës apo kërkesës për rahatinë të përgjithshme. Mirë, kjo lutje dhe kjo për ulje e tij gjatë lutjes i hap dyert e besimit në Allahun, për njohjen më të mirë të Allahut, dashurinë për Allahun, begatinë e përmendjes së lutjes së tij. Dobi të cilat nuk kishin qëllim parsor bën më të dashura dhe më të vlefshme për muslimanin kur e kupton emrin e Allahut As-Samad, që është, do thotë që të gjitha krijesat kanë nevojë që të strehohen te Allahu Azza wa Jall. Andaj njëri nganjëherë i drejtohet Zotit për diçka të thjeshtë, e pastaj Allahu ja hap gjoksin, diapazonin e pranimit të mirave të Allahut Azza wa Jall. Andaj muslimani është ai i cili kërkon me vendoshmëri, ai i cili ka dije të plot se Allahu nëse nuk e lejon ilaçin me shëru dhe të ketë efekt mbi trupin e tij smur, nuk do t'i sillte pra ilaçi as dobi. Andaj edhe kur shkon te mjeku, kur ta shkruan terapin, kërkojë shërimin pra Allahut me vendoshmëri, merri sebepet mjekësore dhe mbështetu te Allahu Azza wa Jall, tek ai i cili mbështeten të gjitha krijesat e Zotit xhalla wala. Andaj muslimani e kupton që Allahu Azza wa Jall, do thot, është ai pa të cilin nuk ka mundësi njeriu mu ballafaqu me jetën, nga se atë jeta e tij, shëndeti, siguria, besimi dhe lumturia, do thot, janë të pamjaftueshme, do thot, nëse nuk i strehohen Allahut Azza wa Jall, strehimtarit të vërtet. Zemra e muslimanit duhet me qenë agjëruese e zbrazët nga çdo gjë tjetër përveç atij që është As-Samad. Andaj duhesh me u mbështet Allahut Azza wa Jall, nga se pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha Ibn Abbasit, idha sa'alta fas'alillah. Nëse ke vendos me lut dikën, atëherë drejtohu Allahut Azza wa Jall. Nga se nëse i drejtohesh Zotit, e kupton që je i varfër karshi Allahut Azza wa Jall, i përulesh Allahut Azza wa Jall, e tregon dobësinë tënde te Zoti xhelalu ala dhe e kupton që e ke një Zot që të strehon, e ke një Zot që strehohesh tek ai, andaj mjaftohu me Allahun Azza wa Jall. Për arsye Ibn Abbasi tha që pejgamberi sa më këshilloi, ihfazillah yahfazuk, ihfazillah yahfazuka. Kujdesu për Allahun Azza wa Jall, pra ruaj Allahun që Allahu të ruajë dhe të kujdeset për ty. Do thotë ruaj kufit e Zotit xhelalu ala në vetvete, në gjymtyrët tua, në mendimet tua, do ta gjesh përpara teje kujdesin e Allahut Azza wa Jall,
do ta gjesh para teje ndihmën e veçantë të Zotit xhallahu ala. Nëse as-Samad nuk i qetëson zemrat tona, nëse as-Samad nuk na jep siguri, nëse as-Samad nuk na jep lumturi, atëherë defekti është tek ne, tek zemrat tona, nga sa Allahu ka thonë: "Wa ma yu'min billahi yahdi qalbah." Kush e beson Allahun azza wa jall si duhet, Allahu e udhëzon zemrën e tij. Alaysa Allahu bikafin 'abda? Allahu pyet, a nuk i mjafton robit Allahu azza wa jall? Andaj defekti është tek ne që ne nuk kemi duke bërë atë çfarë don Zoti. Ne nuk kemi duke u largu nga ajo që nuk e don Allahu azza wa jall. Andaj si ka mundësi ky emri Allahut me pas ndikim në jetën tonë? Besimtari mjaftohet me Allahun azza wa jall. Dhe kjo është krenaria më e madhe. Ibn Omerit, khalifi i tha, duke e bërë qabën, tavafin atë qabës, kërko çfarë dush nga unë o biri i Omerit. Ai shikoi me krenari të madhe dhe i tha: "A mund të kërkoj që nga çështjet e botës tjetër apo vetëm çështjet e kësaj bote?" Khalifa i tha Ibn Omerit: "Sa i përket çështjet e botës tjetër, kërkon nga Allahu azza wa jall. Sa i përket çështjeve të kësaj bote, vetëm urdhëro dhe lip dhe të jap çka dush." Ibn Omeri tha: "Unë nuk i kërkoj çështjet e kësaj bote atij që zotron këtë botë, e si ti lutem dikujt që nuk e zotron. Ja ka po me dije që vjen marrë me i lyp Allahut çështjet e dunjas, atij kërkoj vetëm gjëra të ahiretit." Kjo do të thotë që lidhja me Allahun e bën njeriu të jetë krenar, njeri të madh, dhe kjo është krenaria më e madhe. Do thotë, dhe në ato momente kur njeriu e kupton se Allahu as-Samad, në atë rast nuk i interesojnë fare mbretërit, bukurit dhe pasurit e tokës. Normalisht një pres i tha Sheikhul Islam Ibn Taymiyes, Allahu i mëshiroft: "Kemi dëgjuar se je interesuar për ato që na i posedojmë, o Ibn Taymije." Sheikhul Islam Ibn Taymije rahimullah ngriti kokën me plot krenari dhe i tha: "Pasha Allahun azza wa jall, gjithçka që posedoni ju nuk ka vlerë tek unë, asa 200 dar ka. Andaj muslimani ka vlerë kur e vendos ballin e tij në sejdë për Allahun dhe nuk bën që me e pru punën në atë mënyrë me peshtru veten për një pjesë të ditës apo për një copë buke. Mjaftohu me Allahun azza wa jall, nderuar agjërues dhe agjëruese. Nëse të gjithë njerëzit ta kthejnë shpinën në momentin kur ke nevojë më së shumti, e kupton që pa Allahun je zero. E kupton që pa Allahun nuk ka fuqi, nga sa ai është i vetëm. Pa Allahun nuk lëviz asgjë. Të gjithë njerëzit më uçu me të bëu mirë. Nëse Allahu as-Samad se ka caktuar, nuk ka mundësi me të bëu mirë. Nëse të gjitha krijesat mundohen me të bëu keq, nëse se ka caktuar ai që është as-Samad, nuk ka mundësi me të bëu keq apo me të dëmtu. Pra, Zoti jon është as-Samad dhe fytyrat tona agjërues dhe agjëruese duhet të jenë të drejtuara vetëm drejt tij. Siguroje jetën tënde me atë që është as-Samad. Bëj punën tua agjërues dhe agjëruese duke u mbështetur tek ai që është as-Samad. Nga sa Allahu është as-Samad, nuk ka lindur as nuk është i lindur për asgjë dhe as nuk ka nevojë për askë. Elus Allahu në fund të këtij emisioni, të kësaj ligjërate, që Allahu të na bëjë për atyre që zemrat tona të mjaftohen vetëm Allahun. Allahu të mos na bëjë që të kërkojmë diçka nga dikush tjetër posa Allahut. Allahu të na bëjë për atyre që nuk kërkojnë ndihmë dhe nuk mbështeten tek asnjë krijesë, por mbështeten vetëm tek ai që është as-Samad, tek ai që strehohet çdo gjë. Elusme Allahun që ta kuptojmë drejt këtë emër dhe na mësoj që të shpjegojmë edhe emra të tjerë në ditët e tjera të mbetura të këtij muaji të bekuar të Ramazanit. Në takimin e ardhshëm, Zoti e di më së miri, alhamdulillahi rabbil alamin.